Banka e parë online e licencuar vetëm pak javë më parë në Shqipëri rezulton me lidhje me organizatorët e call centrave mashtrues që janë kthyer në shqetësim për të gjithë Europën. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka zbuluar se drejtori i kompanisë Constador Ltd, Oliver Hemer, që është aksioneri kryesor i Jet Bank në Shqipëri, është gjithashtu drejtori menaxhues i kompanisë GRF Europe OU, e cila ka punuar për kompaninë Forex në pronësi të shtetasit izraelit Gal Barak, i dërnuar në Austri me 4 vite burg për mashtrim. Sipas Ministrisë së Brendshme gjermane, shtetasi Oliver Hemer është drejtor menaxhues i kompanisë GRF Europe OU, e cila operonte për llogaritë të kompanisë Forex FX në pronësi të shtetasit izraelit Gal Barak. Ky i fundit i dënuar me 4 vite burgim në Austri, pasi ka ngritur një skemë mashtrimi me call centera me një dëm të vlerësuar rreth 200 milionë euro në disa shtete europiane, si Angli, Austri, Gjermani, Spanjë e të tjerë. Në një tjetër dokument, shihet qartë se Oliver Hemer është edhe drejtori i kompanisë regjistruar në Kipro, Constador Ltd. Pikërisht kjo kompani është pronare me 71% të Jet Bank, të parës bank online në Shqipëri. Deputeti demokrat ngre akuzat të forta për cilësinë e verifikimit të aksionerëve të Jet Bank, të bërë nga Banka e Shqipërisë gjatë licencimit. Në këtë pikë, çështja nuk është më thjesht ligjore, por sistemike. Banka e Shqipërisë ka licencuar këta individ për të hapur bankën e parë online në vend, duke ngritur pikpyetje serioze mbi standardet e verifikimit dhe integritetin e procesit. Por më shumë se kaq, pyetja që shtrohet sot nuk është nëse ka pasur shkelje ligjore, por përtej kësaj, apo lejojmë që Shqipëria të evoluojë nga një bazë operative e call centrave që zhvasin qytetarët europian në një nyje të pastrimit të këtyre parave. Nëse kjo vija alarmi kalon pa reagim, ky skandal do të përbënte një rrezik të drejtë për besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e vetë sistemit bankar shqiptar. Edhe më herët Belind Kolliçi denoncoi në parlament dyshimet se aksionerët e bankës së parë online në Shqipëri Jet Bank lidhen me call centrat mashtrues. Ai kërkoi informacion bankës së Shqipërisë, por kjo e fundit devijoi nga thelbi dhe pyetjes nëse pronarët e Jet Bank kanë lidhje me Forex, ju përgjigj se aksionerët nuk kanë qenë ndonjëherë të punësuar në Forex. Ndërkohë, në denoncimin e fundit, Kolliçi ka tërhequr vëmendjen e ambasadave kryesore në vendin tonë, duke i etiketuar në postimin e tij.